Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, në një konferencë për gazetarët nga selia e Partisë Demokratike, foli mbi programin ekonomik. Sali Berisha ka prezantuar këtë të mërkur 4 shtyllat e programit të Shqipërisë Madhështore. Kreu Demokrat tha se këtë program nuk e ka patur kur historia e Shqipërisë. Ai gjithashtu tregoi se prioritet mbetet rritja e mirëqenies së qytetarëve, duke filluar nga rritja e pagave, pensioneve dhe përkrahjes për njerëzit në nevojë. Programi i Partisë Demokratike siç edhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, siç mund të keni konstatuar dhe ju vetë, po bëhet pjesë shpirtërore e qytetarëve shqiptar. Motoja jon se do t'u kthejmë parat shqiptarëve, po ngjit gjithnjë e më shumë. Minimumi jetik 200 eurosh, rritja e pensioneve me 20%, rritja e rrogës minimale me 20%, rritja e rrogës mesatare në 1200 euro, karta e konsumatorit për pensionistët dhe rrogultit, kanë patur një impakt shumë pozitiv. Çdo ditë unë marr pyetje nga kategori të ndryshme të njerëz të braktisur, njerëz në nevojë. Gjithashtu, një ndër prioritetet, Berisha theksoi se është edhe pastrimi i shtëpisë, duke ju referuar goditjes së bandave kriminale në vend dhe pastrimit të vendit nga eksponentët e krimit të organizuar.